Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wa bihi nasta'in, wa nusalli wa nusallim ala al-mab'uthi rahmatan lil alamin, nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, Allahumma amin. Falënderimet qofshin për Allahun, Zotin e botrave, krijuesin e gjithësisë, paqja, mirësia dhe begatia e të madhit Allah qofshin mbi vulën e profetëve Muhammedin, të përzgjedhurin e tyre, mbi familjen e tij të ndershme, shokët e tij eminent dhe besnik dhe mbi mbar ata të cilët e ndjekin dhe pasojnë udhën e tij deri në ditën e fundit. Kur nisim të lexojmë, të flasim, të ligjërojmë, por deri dhe të dëgjojmë për ardhjen e profetit të fundit, pikërisht profetit Muhammed sallallahu alaihi wasallam, nisim detyrimisht të përfytyrojmë dhe të imagjinojmë kohën në të cilën ai u dërgua, të imagjinojmë rrethanat në të cilat ai jetoi dhe njerëzit të cilët atë e rrethuan. Normalisht ishte një rrugë tepër e vështirë, një rrugë e mbushur për plot me sakrifica. Një rrugë ku profeti sallallahu alaihi wasallam që në fillimet e tij u përball me zhgënjime nga njerëzit e tij më të afërt, që do të ishin farefisit, xhajallarët e tij. Ndaj kur tregohet dhe kur transmetohet ftesa e parë që profeti Muhammed sallallahu alaihi wasallam ka bërë publike pra tek të afërmit e tij dhe tek Mekasit mbar, ai i cili është ngritur dhe ka kundërshtuar është pikërisht xhaxhai i tij Abu Lahebit, duke thënë: "O Muhammed, a për këtë na mblodhet i neve? A nuk kishim punë tjetër se me çfarë të merrnim? Ngrihuni o njerëz thot dhe të largohemi prej këtu dhe janë ngritur që të gjithë." Pra të imagjinosh që njerëzit ku ti i ke syt dhe ku ke shpresat më të mëdha se do të qëndrojnë krah teje, do të jenë njerëzit e parë të cilët jo vetëm që do të zhgënjejnë, por do të jenë dhe armiqtë e parë të tu dhe do të jenë frymëzuesit e armiqve të tu. As nuk do të të mbështesin, do të armiqësojnë, por jo vetëm kaq, do të merren dhe me organizimin e kësaj armiqësie. Mirë, po në të njëjtën kohë Allahu subhanahu wa taala dërgon njerëz të cilët i qëndrojnë në krah këtij profeti sallallahu alaihi wasallam, duke ngritur emrin e tyre me emrin e dërguarit të tij. Dhe siç e thon dhe një fjalë, njeriu është vepra të cilën e vepron. Nuk ka shumë rëndësi përjardhja se të gjithë origjinën e kemi prej dheut, dhe të gjithë vinë prej Ademit alayhis salam. E rëndësishme është puna dhe veprat të cilën do ta skalisësh në librin e veprave tua. A do të jetë prej atyre veprave të cilat ta zbardhin faqen, apo do të jetë prej atyre veprave të cilët të zhysin në xhehenem dhe në zjarrin e tij tërbues. Të nderuar vëllezër dhe motra, një prej këtyre figurave dhe këtyre familjeve të shuara të cilat e kanë ndritur emrin e tyre dhe kanë mbështetur të dërguarin e Zotit alayhis salam me durimin dhe sakrificën e tyre, është dhe emri i sahabijës së nderuar Sumeje binti Khayyat, e familjes së saj, më mirë themi, Al Yasir, ku bashorti i saj Yasir, i cili nuk ishte sklav, sepse në atë kohë kishim shumë sklever, dhe kur të shkon mendja tek shtypja që u bënin muslimanëve të asaj kohe, mendja të shkon se të gjithë ata ishin sklever, por nuk është e vërtetë. Një pakicë prej tyre ishin sklever, ndërsa njerëz e tjerë, si rasti i Yasir, pra babait të Ammar ibn Yasir, realiteti është se ai nuk ishte sklav, ai ishte nga Jemeni, ishte njeri i lirë, ishte martuar me një grua e cila kishte qenë sklave apo shërbëtore tek familja e Abul Mughiras. Mirë, po kjo nuk pengonte, domethënë, që ti të futeshe apo të rënditeshe në rresht bashkë me të tjerët dhe të torturoheshe ashtu sikurse nuk do të torturohenin edhe kafshët e egra. Sumeje binti Khayyat, sikurse e ceka dhe pak më parë, ishte shërbëtore në këtë familje, ndërsa Yasir vinte nga Jemeni. Kishte ardhur bashkë me dy vëllezërit e tij në Mekë për të kërkuar një vllajën e tyre të humbur, dhe aty vendosi të qëndrojë në Mekë në shoqërinë e Abul Mughiras. Vendos të qëndrojë në këtë shoqëri duke mos ditur se çfarë fsheh kaderi i Zotit për të. Normalisht që Zoti kishte fshehur diçka të mirë për të. Kishte fshehur dhe garantuar Islamin, dëshminë dhe në fund fare xhennetin. Sumeje binti Khayyat do të jetë dhe familja e saj do të jenë ndër të parët të cilët do ta pranojnë Islamin.
Ndaj dhe kanë thënë, pra historianët, ajo ka qenë personi i 7 i cili ka pranuar Islamin. Në radhitjen, në rënditjen e tyre, pra ka qenë personi i 7. Nëse nga të gjithë njerëzit e para që pranoi Islamin, do të ishte Khadija radhiyallahu anha, bashortja e pejgamberit alayhis salam. Ndër burrat i parë i cili do të pranonte Islamin do të ishte Ebu Bekri radhiyallahu anhu. Ndër fëmijët, ai i cili do të pranonte i pari Islamin do të ishte Aliu radhiyallahu anhu. Dhe ndër shërbëtorët i pari që do të pranonte Islamin do të ishte Zeidi. Do të kemi personin e 7, pra kanë kaluar 4, tashmë e 7 do të jetë pikërisht kjo zonjë nderuar. Dhe do të jetë e para grua e cila ka shfaqur Islam, ka publikuar Islamin në Mekë. Dikush do pyesë dhe do thonte, po a nuk e cenkëm se është Khadija radhiyallahu anha e cila ka pranuar e para Islam? Khadija është i pari njeri që ka pranuar Islamin, ndërsa e para grua që e ka publikuar atë Islamin, domethënë në Mekë publikisht, ka qenë pikërisht kjo zonjë nderuar. Kjo zonjë e cila do të niste dhe do të përballej me sprovat, me torturat nga më të ndryshme në jetën e saj. Vjen viti i 7 i profecisë. Tashmë jemi në vitin e 7, ku kurejshitët nuk bëjnë mall askënd. Nëse nuk ke mbështetës, nëse nuk ke familje, nuk ke farefisë që qëndrojnë për krah, ti jesh i bindur se kurejshitët e asaj kohe, ose mekasit e asaj kohe, jo vetëm kurejshitët, mekasit e asaj kohe, të shënojnë në listën e torturave, ashtu sikur se do të shënohej dhe Yasir. Dhe nga kush do të torturohej? Pra babai i Ammar ibn Yasir dhe Ammari në të njëjtën kohë do të torturohej pikërisht nga shoku i tij i cili kishte kërkuar që të qëndronte në Mekë për një jetë më të mirë. Pasi Mekka pra përtej qenë domethënë në aspektin natyral një shkretire vërtet, qofshin dhe malet e saj, por në aspektin shoqëror ishte një mundësi më e mirë. Shkak i vizitorëve të shumë të cilët vinin në periudhën në sezonin e haxhit, ashtu sikur se ndodh edhe sot. Ky do të ishte ai person nismtari i cili do të ndëshkonte shokun e tij. Sa tregon ndër torturat e tij, pra Uthman ibn Affani radhiyallahu anhu thot, një ditë prej ditësh po kaloja me profetin sallallahu alaihi wasallam dhe pam Yasir të cilin e kishin shtrirë në shkretir, dhe nuk ka gjë më të vështirë të torturë më të madhe se sa në pikun e vapës në shkretir me të shtri dhe me të lënë aty në diell, pra nga poshtë të djegrëra dhe nga lart të përcëllon dielli. Dhe i thot Yasir profetit sallallahu alaihi wasallam, o i dërguar i Zotit, a kështu do vazhdoj gjithmonë? Pra me tortura do jemi vazhdimisht? Ndërsa profeti sallallahu alaihi wasallam i thot, durim o Yasir, se shpërblimi juaj dhe takimi jon do të jetë xheneti. Pra bëni durim se unë jam lutur Allahut subhanahu wa taala për falje, pra në një version tjetër jam lutur Allahut që t'ju fali dhe mos t'ju ndëshkoj me zjarr, dhe Zoti e ka pranuar thot lutjen time. I pari i cili do të ndrojë jetë nga kjo familje do të jetë Yasir, një version, ndërsa një version tjetër është që e para që do të ndrojë jetë do të jetë gruaja e tij Sumeja. Yasir tashmë ishte i thyer në moshë, po ashtu dhe bashortja e tij Sumeja, sipas versioneve historike, dhe ndër torturat e shumta, pra Sumeja do t'i dorëzohet kujt? Faraonit të këtij umeti, Ebu Xehlit. Do të marrit përsipër torturimin e saj Ebu Xehli, duke përdorur domethënë torturë nga më të ndryshmet. Madje edhe ato psikologjike, pra duke i thënë, pra imagjinoni se çfarë përdorte Ebu Xehli, një shejtan i vërtet, duke i thënë, ti e ke pranuar fenë e Muhamedit sepse të ka pëlqyer bukuria e Muhamedit, pra duke qenë se ai është king, është i bukur, ka pëlqyer Muhamedi dhe si pasojë e kësaj dashurie apo simpatie ke pranuar Islamin. Ndërsa zonja e nderuar nuk reagonte ndaj këtyre akuzave, dhe këtu kemi një urtësi shumë të madhe. Nuk duhet të reagosh ndaj gjithë akuzave që të drejtohen ty. Duhet të reagosh vetëm ndaj atyre akuzave, pra kur i thonte që braktisë fenë apo thuaj diçka, mohoje Muhamedit, mohoje Allahun xhel xhelalu, nuk pranonte dhe reagonte. Ndërsa kur bëhen të tillë akuza, pra fjalë boshe, që vetë Abu Xehli e dinte shumë mirë që nuk ishin të vërteta, nuk është nevojë që ti të reagosh sepse do të japësh rëndësi.
Dhe këtë mësim na ka dhënë pikërisht Sumeja në këto çaste. Madje vjen një çast ku Ebu Xehli gjendet i pafuqishëm ndaj Sumejes dhe reagimeve të saj, që ndrueshmërisë së saj ndaj dhe merr heshtën, merr shtizën, duke e goditur atë dhe duke ndruar jetë kjo zonjë nderuar bashkë me bashkëshortin e saj, duke u bërë kështu shahidja dhe dëshmorja e parë në Islam, si për të na treguar që çdo punë, çdo arritje kërkon sakrificat e saj. Sakrificë që dikujt mund t'i kushtojë jetën për të na vënë sot përpara përgjegjësisë, ku Islami nuk po na kushton jetën, të paktën shumë prej nesh, për të na zgjuar prej këtij gjumi të thellë që na ka kapluar, prej kësaj dembelie të madhe. Profeti Muhammed sallallahu alaihi wasallam nuk harroi kurrë familjen e Ammarit, familjen e Yasirit, nuk harroi deri dhe Sumejen, madje për cilët se në betejën e Bedrit kur është vrarë Ebu Xehli, profeti sallallahu alaihi wasallam i ka thënë Ammarit radhiyallahu anhu: o Ammar, ky është vrasësi i nënës tënde. Apo shpesh herë e thriste Ammarin: o djali i Sumejes, o djali i Sumejes. Dhe emri Sumeje do të thotë një femër e kompletuar në moralin dhe në sjelljen e saj, sikur se përdoret dhe për medalje, dhe që të dyja i ka merituar këto tituj kjo femër e nderuar. E meritonte medaljen për cilën sakrifikoi të qenit dëshmor në rrugën e Allahut, meritoi dhe medaljen e të qenit një femër e kompletuar në moralin dhe në sjelljen e besimin e saj, duke na lënë trashëgim një jetë për plot sakrifica, për plot durim, ku shpresojmë në Allahun subhanahu wa taala që takimi jon me të dhe me dërguarin ton të jetë xheneti. Amin, Ilahumma amin, walhamdulillahi rabbil alamin, wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.